Kapitujt e Bashkimit Evropian, pra të kushteve që duhet plotësojmë, janë të shumë. Janë nga A-ja deri tek Z-ja, po i referohem tani alfabetit. Si me thënë, gjithçka është e rëndësishme, sepse gjithçka ka rëndësi për të plotësuar standardet për të andarësuar në Bashkimin Evropian. Por, ka disa kritere që me sa duket dallojnë nga të tjerët, ose kanë një rëndësi edhe më specifike se sa të tjerët. Fjala vjen kur bëhet fjalë për reformën në drejtësi dhe rezultatet e saj. Pra, ligji, zbatimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit. Nuk do të dalim këtu, por bëra këtë parantezë për t'i dhënë një lloj specifikimi pse disa kanë rëndësi. E midis tyre, natyrisht që dy komponentë shumë të rëndësishëm janë siguria ushqimore, pra standardet e saj, po njëkohësisht edhe mjedisi. Në fakt, këtu do doja të ndaleshim. Sepse ne shqiptarët gjatë këtyre 35 viteve gjën që kemi vlerësuar më pak, por që kemi abuzuar më shumë, në ekstremet e mundshme është mjedisi, natyra dhe natyrisht edhe gjithçka që i përket asaj nga pikpamja historike, çfarë ka ndodhur me natyrën tonë, nga veriu deri në jug. Jam tani në një lidhje të drejtë për drejtë me aurontaren, me cilin shpesh ndajmë dhe biseda private për ndjeshmëritë që kemi reciprokisht për temat ndryshme. Natyrisht ne para disa ditësh patëm një bisedë private për një temë tjetër që Auroni ma sugjeroi dhe unë nuk e kam haruar, por këtë herë në evoluimin dhe dinamikën e ngjarjeve dhe zhvillimeve, unë zgjodha që të flas me të për çështjen e mjedisit sepse ai e ka prekur pjesën më të madhe të Shqipërisë me këmbët e tij, duke shëtitur por edhe duke qenë me detyra funksionale të ndryshme vendosa të ndaj diçka nga pikpamja e opinionit dhe analizës. A mundet ne realisht ta kalojmë me këtë që ne dim dhe shohim provimin e mjedisit dhe në përgjithësi të ambientit ku ne jetojmë në Bashkimin Evropian? Faleminderit Auron që rikthehesh në revista MCN. Unë jam nga ata shqiptar, le të themi, pa droje dhe pa doreza, shqiptar të këqinj që nuk e bredh shumë Shqipërinë, pra nuk e njoh shumë, nuk bredh shumë për shkak të detyrave që kam, punës që kam, do doja ta bëja, po nuk e bëj, dhe do isha spekulativ nëse do nxirja një konkluzion. Por ti mund ta bësh më mirë se sa unë, kështu që unë kam për detyrë të bëj pyetjet që të zbuloj Shqipërinë nëpërmjet teje, nëse ne mund ta kalojmë bashkimin në provimin për në Bashkimin Evropian në raport me mjedisin apo jo. Ki parasysh incineratorët, ki parasysh shumë faktorë tjerë që ne derdhin, për shembull mbetjet e naftës në Lumej. Ki parasysh që ne nuk mirëmbajmë liçenet, nuk i dim kushtet e ekosistemeve e tjera. Ndoshta jam gabim, e egzageruar, apo jam në perceptim të gabuar për këto që them? Denis, e para njëherë falenderoj për temën sepse është besoj shumë e ndjeshme dhe shumë e rëndësishme. Pasi përveç çdo gjë tjetër, Shqipëria vetëm natyrën ka. Pra, natyrën në një farë mënyre për ta vlerësuar dhe për ta pasur si një lloj dritare për zhvillimin e saj ekonomik, sepse përpos natyrës nuk është se ka në një mundësi të madhe reale për zhvillimin ekonomik të vendit. Dhe për t'ju kthyer në pyetjes tuaj, sigurisht në botë dhe në Europë, ku thuhet se duam të shkojmë, sepse nuk jam shumë i bindur nëse është e sinqert si vizion, ka plot raste të dëmtimeve të pasurisë natyrore. Pra, kemi parë filma, kemi lexuar libra, kemi parë artikuj në gazeta e tjera. Por, ka një gjë që përpos dëmtimeve, përpos si thuash momenteve të caktuara, vendet europiane, po dhe më gjerë, përpiqen shumë të ruajnë peizazhin natyrore, sepse janë nga gjërat, nga asetet më të rëndësishme të një vendi, të një shteti. Tani që mos merrem shumë me teori, po të them diçka shumë praktike. Okay. Cili është ai vend i cili çohet në parlament dhe detyron gjithë parlamentarët, pra baballarët e kombit, të ngrenë dorën për të amenduar ligjin e zonave të mbrojtura, pra nga zona e mbrojtur
në zonë të cilët ti mund të ndërtosh. Që këtu, mendoj unë, mbaron biseda, sepse ti mund flasis për një incinerator, mund flasis për plera që hidhen në lumë, në vjos, etj. Por, dhe kjo bëhet nga privat, nga populate pa kulturuar, nga biznese, etj. Por kur ty, elita e kombit, presupozohet, parlamenti, qohet, voton për të ndryshuar ligjin e zonave të mbrojtura dhe për të lejuar ndërtimet brenda zonave të mbrojtura, atëherë ai vend ka mbaruar në konceptin e ruajtjes së natyrës. Po mirë, ne jemi një vend i vogël dhe jo më kot që e theksove këtë gjë, që gjën më të shtrenjtë kemi natyrën, edhe për shkak se jemi vend i vogël. Pra, duke që një vend i vogël duhet ta çmosh 2 herë më shumë, 3 herë më shumë se sa një vend i madh natyrën, si aset. Dhe e mirë që ta ka dhënë Zoti, si i thonë, kësaj gjëje. Tani, përmendë një element që këta njerëzit që ti cilësove baballar, po ata syn askund në këtë term, pra është shumë larg kësaj qenies. Të ndjesh baba, do të thotë që të kesh një përkujdes dhe përgjegjësinë shumë madhe për aktet që bën. Dhe ata vetëm baballar nuk janë, qoftë dhe me këtë akt vetëm që sotëm ne vëmendje, por nuk është i vetmi, natyrisht. Pra nxjerrja e zonave të mbrojtura nga statusi i tyre i posaçëm dhe lejimi i barbarisë së ndërtimeve aty. Pra, më thënë sheto betonizimit të tyre. Tani, këtu çështja është që ata njerëzit që ngren kartonin janë disa kukulla në funksion të disa njerëzve që e ideojnë konceptin. Pra, ne nuk është se këtu kemi një klasë të mirëfillt të vizioneve të ndryshme, ku njëra palë thotë jo, ne nuk duhet ta ndryshojmë të se kemi një vizion që duhet ruajmë ekosistemet etj. Dhe pala tjetër thotë jo, se në raport me zhvillimin na sjell më shumë ekonomi më të mirë, zhvillimi etj. Këtu s'ka debat fare, kjo është çështja. Pra, në një kuptim, këtu rrotullohet rreth një njeriu ose rreth një grupi interesi e gjithë historia që nuk mendon fare se çfarë do ndodhi as me zonat e mbrojtura, as me ekosistemet, as me këtë gjë. Tani, neve është më mirë na pranojnë në Bashkimin Evropian me këto, si me thënë, karakteristika që ne po e tjetërsojmë vendin, apo është më mirë të na stopojnë fare dhe ne le të rrimë këtë rrumpallën tonë këtu, që në fakt fjalën rrumpallë përdor vetë kryeministri, i cili i inicion dhe i mbështet këto nisma qoftë dhe për zonat e mbrojtura, se nuk ma do mendja që Rama ishte kundër nxjerrjes së zonave të mbrojtura ose hapjes tyre për ndërtim dhe ju imponua parlamenti, se ishte shumica e njerëzve që mendojnë parlament ndryshe nga Rama. Pra është Rama i që imponohet parlamentit. Mbas jam gabim unë apo jo? Jo, e ke të saktë fare për atë punë, po shiko, se si thua, pyetja ite shumë e gjerë dhe shumë e gjatë. Para njerë, ka një problem, Denis, që sa më shumë, kur fillon të jeton larg Shqipërisë dhe kur kthesh, shikon që dal nga dal vendi po humbet identitetin e vet, pra ti nuk gjen më Shqipërinë që ka pas dikur. Sigurisht është normale që të ketë zhvillime, po jo në këtë lloj barbarie që po ndodh në atë vend, ku ti fillon pastaj dhe nuk ke më ndjesi, sepse gjithë kjo romanticizmi, gjithë kjo adheu, shqiponja, zakonisht këto të futbollit. Krenaria kjo pjesa, po. Jam krenar me qenë shqiptar, po. Për një vend të cilët ti ke një lloj ndjesie të veçantë, ke një lloj atraksioni, ke një lloj lidhje shpirtërore të fortë. Për shembull, unë kur kaloj tek zona ku dikur kam qenë Kalamar dhe Kaloja, aty ku ka qenë Radio Tirana e vjetër, për shembull, që ishte një zonat më të ruajtura të Shqipërisë, ka pasur dhe kështu çezma italiane për bronzi që pini ujë si kalamaj, aty ka qenë shtruar me kaldrëm etj. Ajo po shkatërrohet komplet dal nga dal, po ikën, ka ikë dhe për shembull ka ngel vetëm shtëpia e Zysh Nexhit, edukatores time të Kopshit. Nuk ke më ndjesi, pra ti nuk ke më dashuri, afeksion për këtë vend. Nuk të lidh gjë me qytetin, pra, po, qartë. Nuk të lidh me gjë, s'ke më pika kontakti, pika ku ke taku, për shembull, dikur një shoqe, dikur ke shku, për shembull, ajo pisha e teatrit ka qenë një simbol ku takoheshim gjithmonë me ata që do shkonim teatr etj. Pra janë ca simbolika shumë të rëndësishme
për zhvillimet urbane dhe qyteti i Tiranës, të cilët unë nuk e konsideroj më si qytetin e lindjes time, se s'ka më lidhje me të, por dal nga dal dhe vendi po kthehet në një vend të tillë ku ti nuk ke më kontakte emocionale me të. Nuk ke më. Unë për shembull kam, nuk e di sa vjet kam që nuk kaloj më nga Llogoraja drejt Sarandës nga Via Bregdetare. Nuk kaloj më. Se nuk kam më emocion, nuk kam më kontakt. Pra po bëhet një Po artificializohet natyra pra. Ajo që është e natyrshme po artificializohet. Patjetër dhe po rikthehet, domethënë si thua po ndryshon peizazhi kulturor, po ndryshon trashëgimia kulturore, po ndryshon autenticiteti i zonës, i fshatrave etj. Po kthehet një batërdi e madhe betoni. Dhe ka një gjë shumë interesante Denis, se ne në Tiranë e njohim se është e vogël. Zakonisht ose jo zakonisht, po pjesa më e madhe e ndërtuesve kanë shtëpia në Francë, në Vjenë. Pra nuk kanë më lidhje me Shqipërinë. E po e shohin si një vend që bën para, por për të jetuar jeton diku tjetër. Ndërto shit, bëj para, edhe i jeton në vend tjetër, në një vend i cili e ka ruajtur shumë trashëgimin e vet. Pse shkojnë këta zengjinët e ri dhe blejnë shtëpi në Francë apo në Vjenë? Pse? Sepse është ruajtja e trashëgimisë, e natyrës, Alpet austriake, zvicerane etj. Tani po bëj unë rolin e kundërt, po them, po bëj Ramën unë tani, se natyrisht kur ulet ai me atë skemën e strukturës qytetit ose planin e territorit, ai thot këtu vendosim këtë, këtu ndërtojmë këtë, kjo ngjyra kështu, e pikturon atë ai peizazhin e vet virtual të kullës si do ngrihet e kështu. Tani, po bëj Ramën unë me idenë që, shiko, ky qyteti që ti po thua me këto elementet është shumë sentimental dhe shumë i vogël sentimentalisht për qenë aq i madh nga pikpamja kryeqytetit që të jetë i zhvilluar. Pra, unë kam një tjetër dimension, thot ai, për ta zhvilluar qytetin se nuk do rri me qerpiç. Fjala vjen, a kupton? Ose me ato çezmat e vjetra. Pra, nuk i ka Tirana dot dimensionet për të ruajtur të vjetrën se mbetet shumë e vjetër, do thoshte Rama. Shpresoj që nuk do inatoset ose nuk do ndjehet i sikletshëm në këtë paralelizmin tim. Nëse e dëgjon këtë intervistë. Nuk besoj që do të shikojë para, kështu që mos. Ja çojnë, s'ka problem. Shiko, debatin mbi Tiranën e kanë bërë disa njerëz që kanë qenë shumë më të zgjuar dhe më të mençur se unë. Si Lubonja, si Max Velo, Lame Indier etj. Kështu që unë po të kaloj debatin mbi Tiranën sepse nuk kam potencial. Morëm Tiranën si simbol, ë? Për të argumentuar. Por unë mund të argumentoj ty për qendra të tjera shumë të rëndësishme. Për shembull për Butrindin që unë kam kaluar mbi 20 vjet, ku tashmë ti shkon në Sarandë dhe drejt Butrindit dhe ti gjen katastrofat më të mëdha ambientale, urbane, si të duash ti. Saranda për shembull është një turp kombëtar, mënyrën se si është zhvilluar. Ksamili është një tmerr kombëtar, ku dhe plerat hidhen në rrugëve. Dhe midis Ksamilit dhe Sarandës, ti ke këta baballarët që ngritën dorën, se kishte dhe baballar nga e majta dhe baballar nga e djathta, përfshirë dhe kryebaballarin zotin Basha, që ngritën dorën të gjithë për të hequr territor të parkut kombëtar të Butrindit për t'ia dhënë asaj manastirit, çfarë është ajo. Pastaj kishte, se folëm para ca kohësh pra, kishte gjithë shtetin që u angazhua për të falsifikuar dokumentacionin që ajo të ndërtojë në zonë të mbrojtur. Pra, në Shqipëri i dashur, ka mbaruar çdo, si thua, prit normale, institucionale për një që të paktën themi prit ta mendojmë një herë, që të themi prit ta mendojmë një herë. Pra, ka mbaruar çdo gjë. Pra ti ke parlamentin, ti ke, shiko, ke ministrin e kulturës që del dhe thot do e heqim një pjesë të parkut kombëtar për ta zhvilluar. Iku ajo. Pastaj ke gjithë institucionet të ngritura për të ruajtur pjesën e trashëgimisë të Butrindit, të parkut Butrindit, që janë Instituti i Monumenteve, Instituti i Arkeologjisë. Edhe ata hiç, votojnë okej. Pastaj ke një arkeologe që shkon dhe falsifikon gjithë dokumentacionin. Pastaj ke në parlament gjithë që ngrenë dorën. Pastaj ke pushtetin lokal që nuk flet fare.
se pushtetet lokale janë ndërtues vetë, bëjnë vetë pallate. Dhe pastaj kemi një publik që s'flet fare. Pra është një kompromis i madh për të shkatruar veten apo jo? Është një kompromis i të gjithë sistemit, përfshirë pastaj publikun dhe ndërtuesit unë gjithmonë i lë jashtë sepse janë të drejtën e tyre që të bëjnë ato që duan të bëjnë. Po, qartë. Po. Por ne kemi institucionet të gjitha në rresht, nga fillimi deri në fund, manipulojnë dokumentacionin, heqin pasuritë botërore të UNESCO-s. Imagjinoj tani në një vend tjetër kështu pa lidhje. Pasurinë botërore të parë të Republikës së Shqipërisë, që 92-shin në UNESCO. Një vend i cili mburret me Butrindin. Quhet parlamenti dhe heq pjesë, quhet ministria falsifikon dokumentacionet. Tani ti thua, a do na pranojnë në Europa me këto gjëra apo jo? Ma do mendja që nuk ka në një kështu ndjejtë të sinqert të shkosh në Europë, se po të shkosh në Europë, s'le më një të bëjnë shumë gjërash. Kështu që ose po bëjnë shpejt e shpejt para se na kapi Europa, ose... Po si që bëjmë ndërtimet shpejt e shpejt pa ardhë policia, bëjnë natën një të betonin natën që në gjesë të grin kolonat, po. Ajo që doja të thoja në fakt në këtë fund bisede është që po UNESCO vetë, si ka mundësi që nuk reagon? A ka dijeni për këto gjëra? Pra, tjetër, shiko. Kur them UNESCO, nuk them vetëm UNESCO, po këto institucionet ku ne aderojmë dhe jemi pjesë e strukturës së tyre për nga pikpamja e ruajtjes identitetit natyral edhe territorial. Që ta kuptosh ti Denis dhe publiku. UNESCO duke qenë se është një organizatë shumë e madhe dhe shumë burokratike, duke qenë se nuk kam qenë 10 vjet pjesë e komisioneve të saj, e di mirë se funksionon, është shumë burokratike, shumë e madhe dhe shumë si thua merret me shtetin. Pra, në përgjithësi nuk bën deklarata publike, dërgon dokumentacione nëpërmjet ambasadës shtetit respektiv, ku i deklaron çështje të ndryshme. Çështjen e Butrindit dhe të Ohrit, liçenit të Ohrit, sepse kemi liçenin e Ohrit, kemi tjetër gjë, se unë merrem me Butrindin, por në fakt ti ke liçenin e Ohrit që është më drama akoma. Të dyja këto të bëra me konsulencën e kësaj, si quhet, ADF-s. UNESCO ka parlemruar disa herë shtetin shqiptar për këto çështje. E ka parlemruar disa herë, por ka një gjë. Dhe institucionet tona shqiptare, të cilat janë bërë të arrogante, pra kanë një arrogancë shumë të madhe, unë e kam dëgjuar nga disa njerëz në institucion, që po punë e madhe, le të na heqin nga UNESCO. Se në fakt dhe po kemi arritur dhe këtë pikë që themi, pra kemi arritur dhe këtë pikë. Kemi arritur dhe te pika që e pranojmë kështu si me snobizëm që le të na heqin. Po, patjetër, po. Le të na heqin punë e madhe. Se në fakt, po të hoqen nga lista e UNESCO-s, nuk se ndodh ndonjë gjë. Okej, hoqen nga lista e UNESCO-s. S'ka ndonjë problem. Nuk se ndodh ndonjë gjë. Bota është shumë e madhe, Denis. Disa e madhe është, e disa qytete të tjera janë. Mendoja për ndërgjegjësimin më shumë. Pra, një akt i UNESCO-s kur të përjashton i jep një lloj sinjali ndërgjegjësues edhe shoqërisë, po edhe vetë qeverisë, po mbase kam gabim. Ka 5 vjet. Shiko, 5 vjet që i kërkon Ministrisë së Kulturës, pra respektives, i kërkon hartën e koordinatave të Parkut Kombëtar Butrindit dhe ka 5 vjet nuk e merr. Po si ta marrë, ka ndryshuar harta? Çfarë ti çfarë? Se nuk e dërgon asnjëri pra. Se dërgon asnjëri. Nuk e dërgon njëri. Po mirë. E rëndësishme është që komisioni, domethënë e rëndësishme është që delegacioni që përfaqëson Shqipërinë në negociata për antarësinë në Bashkimin Evropian vishet bukur. Kjo ka rëndësi, mendoj unë. Në këtë etapë që jemi. Besoj po, ajo ka shumë rëndësi. Për shembull, është shumë interesante, më çonte një miku im një foto nga vitet 30, dhe më thoshte, shiko sa bukur, thoshte, ishin veshur këta zyrtarët e komunës X. Atëherë. Ishin veshur shumë bukur. Po, atëherë. Po komuna X në atë kohë ishte pa shkollë, analfabete, pa drita, e që tam. Kështu që në fotografi historike, ajo duket shumë bukur. Ballina ishte e shkëlqyeshme. Pas ballinës pastaj fillon historia. Zyrtarët ishin veshur shumë bukur, ai oficeri policisë ishte veshur bukur,
etj. Po makjazhin e kemi si duket, e kemi filozofile, dukemi kështu. E kemi të trashëgumuar. E kemi trashëguar, po, se këtu dola. Është të trashëguar. Është shumë interesante në psikologjinë Dukja, tonë. Për shembull, dukja. po shikosh tablotë shqiptarëve, gjithmonë ato armët i kanë shumë të bukura. Armët dhe kalin kanë gjithmonë të bukura. Dukja. Po të shkojnë në shtëpi pastaj ishte tmerr. Po. Ashtu dhe vazhdoi, nëse mban mend në fillim fare. Ne gjithmonë blenim Mercedes. Po. Nuk rregullonin banjat. Po. Është koncepti. Mentaliteti, pra. Është fasada. Fasada, ekziston dukja. Po, fasada. Është pjesë, edhe shteti që bën në përgjithësi këto makjazhe dhe fasadave, është pjesë e një mentaliteti të gjatë shekullor, nuk është se është diçka që erdhi dikush sot në pushtet dhe bën. Jo, është pjesë e mentalitetit. Deri tani ja dhe diçka tjetër që ka të lidhje me ambientin para se të ndahemi. Nuk kam shkuar ende, po shikoj fotot që po bëjnë nga këto banjat e bënjës në përmet. I kanë bërë me drita, me lulka, me ku dëgjon etj. Aty ka qenë një oazë jashtëzakonshëm, i bukur, natyror, me kaldrëm. E kanë bërë, ç'të të them, ty kanë ullja 2.5 milion euro për lulka për turistët. Ndërkohë, 5 kilometra më tutje është fshati i Bënjës, që shkolla është rrëzuar, që ka një kish mesjetare të jashtëzakonshme, që nuk ka rrugë, që s'ka ujë, që shtëpitë po rrënohen. Dhe në vend të bëj fshati të restaurojë me ato 2.5 milion euro, është bërë një fasadë tjetër tek banjat, e cila promovohet nga pushteti lokal, nga pushteti qendror, nga të gjitha që ka burr për turistat. Po në fakt, shteti, funksioni i shtetit nuk është në shërbim të turizmit, të cilët vinë një ditë dhe ikin, se ata s'lënë dhe asin kokë legu aty. Po është për të përmirësuar jetën e banorëve, qartë. Të zhvillohen zonat aty, po, qartë. Patjetër. Po mirë, kjo është çështje filozofie. Po kupton pjesën e fasadës? E kuptova. Ishte e thënë lehtë, por shumë fort në kuptimin në kuptimit që kishte ajo që solle në vëmendje. Megjithatë, unë nuk e di se sa do funksionoj fasada për kushtet reale. Rama thotë që ata kanë një screen shumë të fort për kapituit, pra për kriterët dhe nuk kalon kollaj, por fakti që u ka përcyer në disa etapa me shumë kollaj dhe pritshmëritë për 2027-2028 të thëna, se nuk e dim çfarë do ndodhi. Janë po aq lehta, duket sikur formalisht procesi po kalon në filtra, në fakt realisht po kalon thjesht në ca letra edhe takime, të cilat mund të merren pastaj lehtësisht nëpërmjet një vendimi politik i cili do ta lërë po brenda kontekstit të fasadës. Denis, kur jeton larg, pra siç është këtu në Amerikë dhe shikon pastaj për shembull nga pikpamja, nga distanca, për shembull haroja Shqipërinë që të ketë një impakt këtu në Amerikë, po të shikosh se si media dhe institucionet e larta amerikane e trajtojnë Europën me një lloj përçmimi, me një lloj si thua, në vlerësim. Përgjithësi këto zërat e fortë, sidomos të krahut djathtë, përçmojnë shumë mënyrën se si sot Europa i qeveriset, mënyrën burokratike, mënyrën si thua shumë të dobët, pra pa karakter etj. Për shembull dje apo pardje kur ishte presidenti Trump tallej me kryeministin, presidentin e Francës. Presidentin e Francës. Ka bërë xhiron e botës, po. E kupton ti çfarë ndodh? Këtu tallen me presidentin e Francës. Po ai nuk di gjë për bënjën, se po dinte Donald Trumpi për bënjën me siguri do thoshte diçka. Okej. Domethënë, shiko çfarë ne në katundin tonë të vogël të Shqipërisë na duket sikur Europa ka vëmendjet e ne, na shikon rregullat rrepta etj. Jo, unë them të kundërtën, ne dim që ata se kanë mendjen dhe po tentojnë bëjnë fasadën të kalojmë provimin. E kupton çfarë, e kupton këtu e kupton realisht peshën që ka Europa. Për shembull, në lajme ishte talleshin me BE-n edhe me NATO-n, sepse për çështjen më të rëndësishme sot në botë, që është bllokimi i kanalit Hormuzit, mbledhja është bërë në Skype. Mbledhja e këtyre vendeve. Është bërë online, ishte bërë në Skype. Pra, talleshin këtu, tallen
me leadershipin europian, se sa i paaftë është për zgjidhur çështje të rëndësishme ndërkombëtare. Ne s'kemi hall aty. Imagjinoj të merren me natyrën tonë të Shqipërisë. Dhe fundit, dikush jeton në Paris apo në Vjenë, që e ka vendin e tij të mrekullueshëm, thotë e di si është puna, brafshin veten. Duan të shkatrojnë, le të shkatrojnë. Kur si jemi vetë për veten tonë, pse do na duan më shumë tjerët, kështu që është e thjeshtë. Dhe ata që po e shkatrojnë, i nderuar, jetojnë në Francë apo në Vjenë. Mirë, Auron, faleminderit shumë për kohën dhe gjithmonë i mikpritur në program, si mik i programit gjithashtu, ishte Auron Tara.